Shtimin që po e merë Republika e Kosovës, me të cilin po pajiset dhe e shohim në vijim çfarë ka për të thënë për këtë çështje. Sot kemi shumë sisteme armatimi dhe pajisje nga ato që kanë qenë të planifikuar në listën e planit gjithëpërfshirës të tranzicionit, pra ky plan mbetet ende i klasifikuar, plan që është aprovuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018. Kjo është edhe arsyeja pse shpesh nuk po mundemi që në detaje të japim, mund të themi, shifra, të japim informacione që ndërlidhen me këtë plan, mirë po ato që mundemi po i ndajmë, pra në qoftë se ai plan ka parapar një listë të pajisjeve, armëve, sistemeve, automjeteve që duhet të ketë Forca e Sigurisë Kosovës, unë mund t'ju siguroj që është e kaluar shumë fesh llojshmëria e pajisjeve, pra kemi shumë lloje të pajisjeve të edhe armëve se që kanë qenë të planifikuara në plan, dhe gjithashtu kemi sasi shumë të madhe të pajisjeve dhe armëve se që kanë qenë të planifikuara në atë plan. Tani më jemi të fokusuar në dy drejtime kryesore, në mbrojtjen ajrore, pra në sistemet që të ta mbrojnë hapësirën tonë ajrore, edhe në mbështetjen ajrore me helikopter, sepse tani më kemi kapacitetet të mbështetjes ajrore, mirë po me helikopter po mund të themi kompletojmë komplet atë pjesë. I kemi 3 lloj të dronëve që i kemi aktualisht operacional në ushtrinë e Kosovës, duke filluar nga dronët me efekt të gjatë, edhe afat gjatë qëndrimit, që janë dronët Bayraktar, deri te Skydagger, përfshirë edhe Puma që i kemi blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot shënohet 28 vjetori nga masakra e Rahovecit, me 19 korrik të vitit 1900